Nga Jakobi, kapitulli 4, vargu 8, afrohuni te Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Pastroni duart tuaja, o mëkatar, dhe pastroni zemrat, o njerëz me dy mendje. Jakobi i thërret vëmendjen besimtarve dhe kërkon që ne të paktën atyre kujt ja shkruante letrën në fillim, i kërkon që mos t'jenë hipokrit, mos t'jenë me dy mend. Dhe gjithashtu na bën të lloj ftese dhe neve sot ku t'i thrasim vëmendjen ton që të afrohemi tek Perëndia. Në fakt, Perëndia nuk është larg, por është i gatshëm të afrohet tek ne. Marrëdhënia me të nuk është por kërkon qëllim dhe përkushtim të përditshëm. Siç e dim, në përditshmërinë tonë, gjithë secili në marrëdhëniet që përfshihet, qofshin burrë e grua, qofshin vëlla me vëlla, qofshin motër vëlla, motër me motër, pra shoh, kërkon dhe përkushtim të përditshëm. Pra, kur neve kërkojmë të kemi një marrëdhënie, kërkojmë që ne të jemi aty. Në përditshmërinë tonë, neve do të shikojmë që një vëmendje shumë të madhe na tërheq dhe telefon. Ju mund të qëndroni bashkë afër me partnerin tuaj, me shokun tuaj, me vllan tuaj, me motrën tënde. Edhe do të shikosh që jeni afër, por jeni larg, sepse jeni duke përdorur telefon dhe vëmendjen përkushtimin e merr telefoni. Apo jo. Kur kërkohet që ne të afrohemi me njëri tjetrin, nuk na kërkohet vetëm afrimi fizik, jemi ulur afër njëri tjetrit në një tavolinë, në një divan, por na kërkohet që të jemi afër me njëri tjetrin në çfarë mënyre? Në mënyrë që të jemi në komunikim, të përkushtohemi me njëri tjetrin. Nuk e di, në përditshmërinë tonë neve e vëmë re këtë gjë. Edhe ndonjëherë mërziten. Bashkëshortet ankohen që nuk kanë vëmendjen e duhur nga burri. Bashkëshorti pra ankohet se nuk ka vëmendjen e duhur nga bashkëshorti, por megjithse jetojnë me një shtëpi. Dhe Perëndia kërkon këtë lloj afrimiteti, këtë lloj përkushtimi të qëllimshëm, të përditshëm dhe në mënyrë të vazhdueshme. Në qoftë se do të bëhej në mënyrë të vazhdueshme, ne do të ishim në një nivel tjetër marrëdhënie. Ky mësim është një udhtim që na mëson se si të kërkojmë Perëndin, me vendosmëri, duke e kërkuar pra Perëndin në çdo ditë, pra me qëllim. Në qoftë se ne do të kemi të njëjtin përkushtim që i kushtojmë me njëri tjetrin edhe Perëndis, ne do të jemi në nivel tjetër. Shumë njerëz e shohin besimin si një moment të veçantë, një fest, një përvojë shpirtërore, një ditë të veçantë, siç mund të kemi dhe ne këtë kohë adhurimi së bashku. Por në fakt Bibla, fjala e Perëndis na mëson se besimi është një udhtim i përditshëm. Pra çdo ditë është një mundësi e re për të kërkuar fytyrën e Zotit. Jo më kot neve këndojmë këngën Unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Është një përkushtim i përditshëm. Edhe ne këtë ja rikujtojmë vetes tonë kur sot pra që po takojmë ditën e parë të javës në këtë kohë adhurimi, edhe t'i themi vetes tonë që unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Gjithsecili prej nesh zgjedh, edhe pse në familje, neve zgjedhim të themi unë do shkoj në shtëpinë time, unë do shkoj në punë. Është një fjali dëftore e thjesht, por që ka shumë fuqi brenda. Unë do krijoj familje.
Unë do kujdesem për familjen. Unë do kujdesem për fëmijët e mi. Unë do kujdesem për kishën. Unë do t'i shërbej Zotit. Pra, këto janë ato si përmarrjet tona që ne marrim çdo ditë. Janë shumë të thjeshta, siç po i themi ne me fjalë të thjeshta, po kërkojnë përditshmërinë. Jo të gjithë sot zgjohen që të vinë dhe të adhurojnë Zotin. Për arsye të ndryshme kanë zgjedhur mos vinë. Ka nga ata që kanë probleme, që i kanë të qëllimshme, janë të detyruar. Ka nga ata që dembelosen, po të shikojmë kur neve ndërtojmë një lloj zakoni tjetër, neve fillojmë dhe largohemi nga Perëndia. Prandaj dhe Jakobi këtu po na thot, pastroni duart tuaja o mëkatar. Me fjalë të tjera, Perëndia nëpërmjet kësaj letre po na thot, mos i hipokrit. Mos thuaj që unë i besoj Perëndis. Mos thuaj që unë jam afër me Perëndin, ndërkohë që ti qëndron larg. Pastroni zemrat, o njerëz. Si e kuptoni ju kur një pjesëtar i familjes, qoftë bashkëshorti juaj, qoftë bashkëshortja juaj, qoftë vllai juaj, qoftë motra juaj, qoftë mamaja, babai, edhe thoni, ti se kemi gjithë zemrën. Si e kuptojmë neve? Sepse Zoti na ka dhënë të lloj intuite, le të themi, që ne jemi në gjendje t'i analizojmë dhe t'i kuptojmë këto gjëra. Pastaj kur neve kuptohemi, mund të shprehemi në mënyrë jo të përshtatshme, dhe themi, po unë nuk e pata në atë lloj mënyre. Ja ishte zëmërimi i momentit. Zëmërimi i momentit bëri që dy shokë të ziheshin në Durrës, edhe njëri vdiste për shkak të thikët. Edhe familja i kërkoi falje me këtë lloj të mënyrë të shprehurit. Më falni sepse vepruam nga gjaknxehtësia e tepërt. Nga gjaknxehtësia e tepërt ne mund të veprojmë dhe të thymë në një xham, në një mund të prishim diçka materiale, aq se këtë po e fali. Por jeta është tepër e çmuar, edhe vetëm Perëndia e jep dhe vetëm Perëndia e merr. Pse i kërkojmë neve dhe kemi ne të nevojshme kemi një marrëdhënie? E keni vënë re kur ju ikën një pjesëtar i familjes? Mund t'i keni të tjerët, po kur ikën një, se si të duket shtëpia bosh. Po kur ikin të gjithë, Perëndia pra kërkon sinqeritet dhe jo rituale. Nevoja që neve kemi për të kërkuar Perëndin, pa Perëndin jeta është e zbrazur. Pa familje, pa marrëdhënie, pa njerëz në jetën tënde, jeta duket e zbrazur. Ti mund të kesh një jetë, domethënë aktive, dil në mëngjes se ktheu në darkë, por ajo koha që ti kthehesh në shtëpi dhe je vetëm, ajo të vret më shumë se çdo gjë tjetër. Shumë njerëz zgjedhin mënyra të ndryshme për ta luftuar mendjen, për mos të qenë, për të mos menduar gjëra negative gjatë kohës që janë vetë. Por siç e dim, gjëja e rëndësishme në fillim është që neve të kemi marrëdhënie me Zotin. Tek Gjoni, kapitulli 15, vargu 5, Jezusi thot, unë jam ardhia dhe ju jeni shërmendë. Perëndia po na thot që ne pa Perëndin, ne nuk mund të bëjmë ndonjë gjë. Unë jam ardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në të, ai jep shumë fryt. Sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Pra Perëndia po na thot, po na thërret vëmendjen dhe po tregon diçka të rëndësishme, që ne jemi si ai fruti që nëse shkëputet nga rrënja, nga pema,
mam, do të thahet, do të vyshket, nuk ka më kuptim. Pra njeriu pa Perëndin është si një trup pa frymë. Davidi thot, si dreri që kërkon burimet e ujit, kështu shpirti im të kërkon ty, o Perëndi. Pra ky imazh i fuqishëm na tregon se shpirti ynë ka nevojë për Perëndin, ashtu si trupi ka nevojë për ujë. Danieli nuk e la lutjen e përditshme. Edhe kur ishte në rrezik, ai e dinte se pa Perëndin nuk mund të qëndronte. Jezusi tha, pa mua nuk mund të bëni asgjë, siç lexuam tek vargu 5 i Gjonit kapitulli 15. Kërkimi i Perëndis nuk është luks, por nevojë jetike. Ashtu si oksigjeni mban trupin gjallë, lutja mban shpirtin gjallë. E keni vënë re nga mësimet ose nga studimet e ndryshme që janë bërë, që njeriu pa ushqim mund të qëndrojë 40 ditë. Pa ujë 3 ditë. Pa gjumë, nuk e di se mbaj mend, po edhe kjo pa gjumë mund nuk e kalon 3 ditë, se pastaj fillon edhe trupi lëshohet. Një nga efektet që e dukshme që janë, që kam parë në këto, ose që kam lexuar, është që fillojnë edhe të bjen. Është shumë e frikshme. Perëndia na ka dhënë disa gjëra jetike që ne i kemi të nevojshme në përditshmërinë tonë. Ne kemi të nevojshme marrëdhënien edhe të jetuarit me qëllim me njëri tjetrin. Ku ne kujdesemi, ku ne sakrifikojmë, ku ne mundohemi që të sigurojmë për njëri tjetër. Perëndia nuk kënaqet me lutjet ftohta. Pastroni duart, pastroni zemrat, pjesa e dytë e vargut 8. Perëndia kërkon pra sinqeritet, jo ritual. Pra nuk kërkon lutjet të ftohta. Shumë njerëz mund të dinë se si të luten. Nuk e di, mund të keni bërë pyetje, po si të luten, apo si ti kërkoj Perëndis. Perëndia nuk kërkon pra fjalë të bukura, që ti të përgatisësh fjalimin tënd edhe të zgjedhësh fjalët e duhura. Keni vënë re kur njerëzit flasin siç themi neve, me fjalë të mëdha, e ne themi, po le këto. Hajde në top. Duam më thjesht sa të mundesh. Sepse aty kuptojnë që janë të sinqerta, po kur flet me këto shprehjet, duket sikur nuk është e vërtet. Për aq më tepër me njerëz që ti njihesh, edhe e shikon që stonon, le të themi, nuk të ngjit muhabeti, hajde çik se nuk të dëgjoj dot. Pastroni duar, pastroni zemra. Jeni të sinqert, paktën me Perëndin. Le të jemi të sinqert me Perëndin. Kur themi ne që besojmë Zotit, le të themi që i besojmë Zotit. Jezusi thot, do ishte më mirë mos kishe besuar fare. Jezusi qortoi farisejt që nderonin me buzë, por zemrat e tyre ishin larg. Shumë njerëz kërkojnë status në shoqëri, ndaj dhe zgjedhin mënyra të ndryshme të si të folurit, si të bërit veprimeve që i nxjerr në pa. Por Perëndia nuk kërkon këtë gjë, neve e dim. Të kërkosh Perëndin me qëllim do të thotë ta bësh me zemër të pastër, me motiv të sinqert. Nuk mjafton të dukemi fetar. Duhet të jemi të përkushtuar me zemër. Perëndia sheh zemrën dhe jo vetëm veprimet. Në jetën tonë të përditshme, në marrëdhëniet tona, në shtëpitë tona, neve e kuptojmë kur dikush shtirë. Edhe si ata fëmijët e vegjël kur i afrohen prindërve dhe thonë të dua shumë, je shumë i mirë, je shumë e mirë, edhe pastaj neve si prindër që i kuptojmë këto dhe themi çfarë të duhet, çfarë do kërkosh. Joeli që është më i madh kërkon më shumë gjëra dhe tani themi sa lek do.
sepse dihet që do kërkoj këtë gjë. E kuptoni çfarë desha të them, ajo stonon, ajo duket nuk është e vërtet, sepse në përditshmërinë tonë shikojmë se si sillemi me njëri tjetër. Edhe Zoti e shikon këtë gjë. Në përditshmërinë tonë, se sa neve sa kohë shpenzojmë për Perëndin, në një lutje, në një lexim, në një varg biblik, në një himn që mund të këndojmë në gjatë ditës. Perëndia nuk do që të vim këtu, lavdërojmë Zotin, qofshi bekuar o Perëndi prej së lartë me madhështinë tënde. Ndërkohë që në përditshmërinë tonë ne asja çajmë kokën që t'i themi këto gjëra. Sepse Perëndia këtë gjë shikon. Kur premtojmë pra që të jemi afër me njëri tjetrin, ne kuptojmë këtë gjë që themi që duhet të jemi afër në prezencë, por në mendime, por gjithashtu edhe në punët tona të përditshme. Kur njërin nga ne ikën nga shtëpia, ne gjithmonë do pyesim njëri tjetrin, i more fëmijët, si u sollë sot, hëngrën, nuk hëngrën, kur bie shi u lagët, kujdes me çadrën, kujdes me këtë. Pra gjitha këto, mos i jep këtë për të ngrënë sepse ai nuk e ha, mos e harxho kohë. Pra këto janë ato përditshmëritë tona që edhe kur jemi larg, neve jemi afër, fizikisht. Pra ky është një premtim i jashtëzakonshëm, kur ne i afrohemi Perëndis, Perëndia na përgjigjet. Ju kujtohet biri plankprisës te Luka kapitulli 15. Ai u kthye tek babai vet dhe babai e priti atë me dashuri. Mojsiu u afroi në mal dhe Perëndia i fliste. Pietri edhe pas mohimit u rikthye dhe Jezusi e pranoi. Perëndia është gjithmonë gati të na afrohet. Veprat e apostujve thonë, le ta rifrazoj edhe një herë vargun. Ju thot keni lindur në vendin e duhur, në kohën e duhur, që të mund të gjeni Perëndin. Megjithse Perëndia është afër, por Perëndia pret për ne që ne ta kërkojmë. Ne zgjedhim në mënyrë të përditshme, në mënyrë të qëllimshme, që të bëjmë X veprime. Nga shtëpia, edhe ti mund të kthesh, mund ta bësh këtë pyetje e bëra se bëra, sepse çfarë? Ti nuk po mendon që të bësh X veprime të planifikuar. Ndërkohë që veprimet e tjera, sjelljet e tjera janë forcë ose janë rezultat i të menduarit tonë, i të planifikuarit tonë. Do dalim për kafe, themi, po mendojmë. Edhe do të bëjmë pikërisht ato veprime që neve shprehim se do të themi. Perëndia pra është gati të afrohet dhe ky premtim është një premtim që na jep shpresë, nuk ka rëndësi sa larg keni shkuar. Kur afrohemi, Perëndia na pret me dashuri. Hapi ynë i parë sjell përgjigjen e hirit e mëshirës së Perëndisë. Cili do të ishte sjellja, mënyra të shprehurit e një pjesëtari ton të familjes që ne ta pranonim të kthe? Sigurisht që do të ishte për X veprime që ka bërë, që do të na siguronte ne që do të hiqte do, apo jo. Edhe nuk do sillej më në atë lloj mënyre, në atë lloj forme, por do të ndryshonte. Për çfarë? Për të mirën e marrëdhënies, për të mirën le të themi e shtëpisë, e familjes. Edhe Perëndia të kërkon, kur neve themi do të kthehemi mbrapa tek Perëndia, Perëndia thot, çfarë më premtoni mua? Ju çfarë jeni ju të gatshëm të bani për mua? Edhe ne mund bëjmë pyetjen, po çfarë do ti? Ai thot, pastroni duart
o ju mëkatar. Pastroni zemrat, o njerëz, për të kthyer tek Perëndia ashtu siç duhet. Praktika ose hapa që ne mund të marrim janë lutje të përditshme, leximi i Biblës, shërbimi ndaj të tjerëve, disiplinë shpirtërore, forcë dhe qëndrueshmëri. Pra, kur ne kërkojmë Perëndin, është një disiplinë e përditshme. Çfarë na motivon neve që ngrihemi në mëngjes edhe shkojmë në punë? Sigurisht rroga. Si sa preu malli që të shkojmë në X punëra, edhe trima dhe shkatërrohemi nga nerva, nga mëngjesi deri në darkë, edhe në fund mund të thënë bravo. Çfarë na motivon neve që të kemi një marrëdhënie me Zotin? Zoti e thot shumë qartë, përjetësia. Zoti e thot shumë qartë, sepse unë kam dhënë jetën për ju. Sepse unë ju premtoj këto gjëra. Dhe jo se nuk janë të vërteta, janë të vërteta, por ju do t'i merrni nëse vini tek Perëndia. Ashtu si ushqimi mban trupin gjallë, lutja dhe leximi i Biblës mbajnë shpirtin të fortë. Siç u thash pak më përpara, njerëzit që jetojnë ose janë vetëm, i luftojnë në mënyra të ndryshme, ose e angazhojnë veten e tyre në mënyra të ndryshme për mos të menduar gjëra negative që mund t'i luftojnë mendjen. Forca e mendjes bën gjëra, ka një fuqi të mahnitshme. Mund ta bëj njeriu, ta detyroj njeriu që të bëj gjëra të mëdha, të mira, të mrekullueshme, mund ta detyroj njeriu që të bëj gjëra të liga.